Këtë vit djemtë e Bjazit së bashku me të vendosën të urojnë të gjithë shqiptarët për vitin e ri. Sigurisht nëse bëhet fjalë për ndjekësit e një programi si Fan Zone, u përpoqen të përshtateshin, madje disa prej tyre më shumë se ç'duhet. I pari i cili dha urimin e tij ishte Sabien Lilaj, që me thënë të drejtën u mundua të tregojë më serioz se ç'duhet. Gëzuar vitin e ri 2016. Më pas mikrofonin e mori Roshi, i cili pati disa probleme. Gjithë të mirat në familjet e juaja. Okej, pati shumë probleme. Sa më shumë fat, mbarësi dhe lumturi në familjet e tuaja. Juaja. Ta thonë edhe një se thashëm, Ai i cili e mori me një hovë të madh urimin për tifozët e Kombëtarës ishte Amir Rahmani, por duke qenë se në skuadër ka lojtarë të tjerë më të shpejt, e ndërprend disa herë. I uroj gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, urim. Taulan Xhaka, një nga lojtarët më humoristë të Kombëtarës, pretendonte të realizonte urimin me vetëm një tentativë dhe në fund pasi u komunikua se duhet ta përsëriste sërish, thjesht nuk e kuptonte se ku qëndronte problemi me të. Taulan Xhaka ju uron vitin e ri dhe inshallah me shumë të mira dhe shëndet. Ai i cili me të vërtet humbi durimin me veten e tij ishte Nasser Ali. Nga unë, Nasser Ali, Ndërsa për Ajetin, le të themi se ka një problem të madh kur bie fjala për të thënë suksesshëm. Një vit të suksesshëm. Erolin Shala është edhe më i çuditshëm pasi e vendos vetë se kush është urimi i dur për tifozët, duke i kërkuar kameramanit të regjistrojë përsëri Një vit të mbar. dhe përsëri. Megjithatë, nuk është se e teproi nëse e krahasojmë me Dyshen Kavajase, Sokol Cikaleshi dhe Andi Lila. Sulmuesi u mundua të realizonte urimin vet, por duke qenë se Andi nuk i ndahet asnjë moment, nuk e lejoi. Qof një vit sa më i mbar. Më pas filloi shfaqja e tij. Edhe një herë, sa më shumë gjëra të mira. derisa vendosën të bëjnë një urim të dy së bashku. Gëzuar vitin e ri 2016. I urojmë shqiptarët kudo në përbot, dhe qoftë një vit sa më i mbar. Që në fund rezultoi thjesht tentative dështuar. Trajneri të Kombëtarës i bëri shumë përshtypje emri i kameramanit dhe në fund, në vend të uronte Krishtlindjen dhe vitin e ri, uroi Hortensin të gjithë shqiptarëve. Unë Hortensio felice. Gjimshiti u mjaftua me një puthje për të gjithë. Ndërsa Loriku, si një kapiten i vërtet dhe i zoti, nuk pati nevojë për të përsëritur asgjë. Gjithë mirat.